Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, gjatë një konference për shtyp në Selim Blu, ka akuzuar qeverinë dhe median pranë saj për manipulim dhe censur në lidhje me raportin më të fundit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Berisha deklaroi se mafja e fjalës së lirë, siç e cilësoi ai, e kontrolluar sipas tij nga qeveria, ka deformuar dhe fshehur përmbajtjen reale të raportit i bar, duke mashtruar qytetarët shqiptar. Sipas kreut të opozitës, mediat pranë mazhorancës kanë konsumuar orë të tëra emisionesh dhe kanë publikuar 10 artikuj për të paraqitur një realitet ndryshe nga ai që është, sipas tij, pasqyrohet në raportin e Bashkimit Evropian. Dhe funksionet mbikëqyrëse të parlamentit. Asnjë komision hetimor s'kan lejuar gjërë sot këta. Shakaxhit. Dhe pranaj fshihet raporti nga media. Gjykata kushtetuese dhe imuniteti, se këto janë pozicionet e përbashkëta të gjitha vendeve. Përfaqësues të ekzekutivit dhe legislativit të frenohen nga ndërhyrje pa drejtë. Çfarë do thotë kjo ndërhyrje pa drejtë? Asnjë ndërhyrje nuk lejohet në punë të gjyqësore. Në shkurt, në maj, kërkohet zbatimi vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ja ku e keni Edi Ramën dhe Niko Peleshi. Nuk zbatojnë në absolute. Gjykata kushtetuese lanë fuqi vendimin për anullimin e Lubi Ballukut. Ajo vazhdo të çdo ditë shkon të zyrë dhe pinte kafen me Edi Ramën. Shite dhe filxani, idhën dhe filxani, se të dy. Pra të frenohen nga ndërhyrjet pa drejta, se ndërhyrjet pa mund të ketë ndërhyrjet drejta, nuk ka ndërhyrjet drejta. Nuk mund ndërhyrjet në punë të drejtësisë. Pra ashtu, zbatimin gjykatës dhe zbatimin dhe aplikimin e standardeve europiane, sidomos atyre të Komisionit Venecias për vendimet me imunitetin, që i ka shkelur. A e keni parasysh ju një mafioze, s'mund t'i thush zonja saj, që ka emrin Olta Xhaçka, ministre jashtme, dhe njerë ministre e brendshme, ministre e mbrojtjes, që udhton të kudo me 15.000 euro udhtimin me helikopter, se nuk mundoj me makina jo. Ajo grabiti tokë publike të dërmi 10.000 metër katror. Dhe ajo është në parlament. E mban Edi Rama. Në kohë kur kushtetuta e nxjerr jashtë parlamentit atë. Pa mandat. Kryetari i Bashkisë së Marrës, që firmosi me dokumentat falsifikuar nga Olta Xhaçka, është në burg. Kurse Olta përfaqëson Shqipërinë në Këshillin e Europës, turpi dheut. Ja ku e keni Olta, ja ku e keni Edi Ramën. Nuk ka ekzistuar. Shikoni, se kanë tendencë si zvoglojnë se jo po kanë shtuar vetëm to. Jo, kanë shtuar 30 kanë bërë 32 ndërhyrje kapitale, nga të cilat 14 ab initio, që s'kanë ekzistuar. Referimi antikorrupsion të SPAK, çfarë thuhet? Bepse është standard, benchmark. Sigurim në referimit të prokuroria dhe ndjekja e duhur. Mund të imagjinoni njëri që urdhonte që mos të shkelin dot në zyrat e qeverisë agentët e BKH-s. Dhe ky është Edi Rama.